Projekti i rrjedhimit të zemrës historike të Durrësit po shoqërohet me keq interpretime dhe keq informime që nuk kanë sosur, ndërkohë që realizimi i tij është me natyrë strategjike për të ardhmen e qytetit vjetër mesdhetar dhe të Shqipërisë europiane si një destinacion i rëndësishëm turistik në mesdhe. Zona arkeologjike A, ku do të marrë jetë projekti, nuk është një hapësirë e zakonshme urbane dhe çdo debat pronash mbi atë zonë nuk duhet dalë nga korniza e faktit themelor. Ajo zonë është pronë e thesarit trashëgimisë sonë kombëtare dhe pjesë e trashëgimisë botërore. Amfiteatri Romak, Forumi Bizantin, Termat Romake janë monumente të qytetërimit evropian, jo thjesht monumente të regjistrit tonë kombëtar të trashëgimisë. Objektivi për hyrjen e kësaj zone në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO se çon këtë projekt përtej dimensionit kombëtar, e bën një detyrim ndërkombëtar. Ky projekt nuk ka lindur sot, as ka marrë formë në errësirë, po është mbështetur me një program të kahershëm të kësaj qeverie për atë zonë, si dhe mbi një plan menaxhimit integruar hartuar nga Ministria e Kulturës dhe hedhur në konsultim publik qysh në vitin 2022. Ligji për trashëgiminë kulturore e detyron shtetin të ndërhyjë kundër degradimit apo ndërtimeve informale në zonat e trashëgimisë kulturore. Pikërisht këtë ne po bëjmë. Historia ndërkombëtare tregon se asnjë vend nuk ka zbuluar, nuk ka konservuar dhe nxjerr pa trashëgimi të këtyre përballave pa ndërmarrë shpronësime. Në Rom, mira prona e shpronësuar për hapjen e forumeve imperiale. Në Athinë u realizuan shpronësime masive për zonën përreth Akropolit dhe krijimin e parkut arkeologjik. Ne do të bëjmë pikërisht këtë me ndjeshmëri dhe me drejtësi ndaj banorëve, po me vendosmëri ndaj interesit kombëtar.